Vetëm pak orë pas lajmërimit surprizë për riformatimin e kabinetit, kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të premte qeverinë. Mbledhja e Këshillit të Ministrave ishte planifikuar për të ejnden, por ishte shtyrë për shkak të mbledhjes maraton mes grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ministrave, që zgjati deri vonë dhe përfundoi me një riorganizim. Belinda Balluku, Elisa Spiropali dhe Piro Vëngu, që sipas ndryshimeve të propozuara nga kryeministri Rama, nuk do të jenë më pjesë e qeverisë, nuk u panë në godinën e qeverisë. As Ferit Hoxha, Enea Karakaçi, Ermal Nufi dhe Leona Ismaili, që do t'i bashkohen ekzekutivit, nuk ishin. Piro Vëngu u shfaq në ceremoninë e dorëzimit të raketave Javelin, nga ku ndau këtë mesazh. Në gjithë këtë periudhë kam pasur privilegjin të udhëheq Ministrinë e Mbrojtjes, se mbrojtja nuk është një luks, është një shtyllë e shtetit dhe një kusht ekzistence për një shtet serioz që dëshiron të jetë një hallkë fort në të gjitha proceset që na presin dhe veçanërisht për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe shtetet serioze padyshim investojnë në kohën e duhur dhe jo kur është vonë. Pas shkarkimit, Elisa Spiropali reagoi në rrjetet sociale ku shkroi se është mirënjohëse ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit për besimin e dhënë ndër vite, sepse mirënjohja është kulturë politike dhe jo në nënshtrim personal. Sipas propozimeve të kryeministrit Edi Rama, Albana Koçiu do të mbajë postin e zëvendës kryeministres në vend të Belinda Ballukut. Vendin e saj si ministër i punëve të brendshme do ta marrë Besford Lamallari, i cili mbante postin e ministrit të drejtësisë. Vendin e tij e merr Toni Gogu. Ky i fundit në detyrën e ministrit për marrëdhëniet me parlamentin zëvendësohet nga Leona Ismaili. Elisa Spiropali, e cila mbante postin e ministres për Europën dhe punët e jashtme, është jashtë qeverisë. Ajo zëvendësohet nga Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga kabineti përveç Ballukut dhe Spiropalit është larguar edhe Piro Vëngu. Postin si ministër i mbrojtjes e ka marrë Ermal Nufi, i cili ka qenë zëvendës sekretari i përgjithshëm në kryeministri. Postin tjetër të Ballukut, atë të ministrit për infrastrukturën dhe energjisë, e merr Enea Karakaçi, i cili ka një eksperiencë të gjerë në sektorin energjetik. Kryeministri Edi Rama në vijim pritet t'i dërgojë presidentit propozimet për ministrat e rinj, të cilët pas dekretit i bashkohen qeverisë.